Atje na ke reprezentuar me ndonjë prozë apo ka qenë përgjithësi për Atje ka qenë përgjithësi krimtaria ime, domethënë letërsi, po konkretisht domethënë në poezi, diçka se libri i fundit kishte pëlqyer shumë, madje ishte shumë keq kështu për mua ta them sepse unë isha me aeroplan pa ta udhëtuar deri atje dhe nuk mund ta marr ekzemplar padyshim si shkon me procedurat në aeroport dhe kisha shumë pak cilat mi kërkuan, po unë s'mund t'ja jepshe të gjithëve dhe i ndava disi në mënyrë shumë të ngushtë, s'kisha mundësi tjera dhe thash herën tjetër kur do të takohemi me kismet dhe patjetër do t'ja udhuroj. Po patjetër, pse jo, duhet të shpërndahet një krimtari e mirë. Po, se s'më kanë harxhuar atë disa. Na flet tash edhe për planet e ardhshme të cilat i ke, çka pretendon të krijosh për lexuesit e tu. Bjondina, zakonisht planet e mia të ashme për letërsinë, nuk kam qef të shpalos, më vjen keq. Kamerat, të nxjerrim disi. Po, domethënë planet të tjera, domethënë mendoj të synoj aty planet e mia, qëllimet e mia, ëndrat e mia, kurse për lexuesit i them qëndroni stand-by, se kështu kam punuar gjithë, domethënë librat e mia që i kam bërë, madje kanë qenë surprize për familjen time, që nuk e kanë besuar, se nuk më kanë para as duke shënuar, se unë kështu çuditërisht të gjitha librat e mia dhe shkrimet e mia i kam bërë domethënë natën. Kështu e kam sikurën në të tjera. Po, nuk e di pse këtu na vjen motive neve kur gjithë bota pushon, ne atëherë zgjohemi dhe kemi motivin e botës. Dhe domethënë i kam bërë kështu dhe tash preferoj të tjera që të lë që ata të bëjnë zhurmë, se siç thot një fjalë dhe vepra më e vogël para fjalës më të madhe, fjala më e madhe para veprës më të vogël hesht, kështu që le të lejmë veprat të flasin. Okej, unë uroj që ti të kesh sukses edhe në këtë pjesë. Sa i përket mënyrës se si qëndron afër me lexuesit, a është kjo vetëm përmes librave apo ndoshta postimeve të ndryshme që bëhen në rrjetet sociale, me që rrjetet sociale tashmë janë edhe mënyra kryesore e komunikimit me çdo kënd? Ta them të drejtën me të dyja, domethënë tash lexuesit e ri më tepër më kanë njohur përmes librave, domethënë jashtë Maqedonisë, na kanë bashkuar librat, kurse këto në vendin tonë dhe përmes rrjeteve dhe përmes librave dhe aktiviteteve të ndryshme, sepse kam qenë edhe në organizat 2-3 vite sekretar general nga aty, madje jam marrë në përlimi të ndryshme në Akademinë Shkupit që jam, pastaj si dizajner grafik jam marrë edhe në Prishtinë aty ku e kam kryer atë domethënë jam certifikuar aty, edhe domethënë për sfera të ndryshme kam krijuar më që njihem edhe përmes rrjeteve dhe përmes lëmisë të ndryshme që kam zhvilluar me ata dhe te ata.